Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër vlog. Mund ta shikoni vlogun sot po hapet nga një tjetër vend, jam jashtë dhe e gjeni dot se ku jam. Patjetër që e gjeni se ju keni parë tashmë titullin. Po tani shikoni dhe vendin tamam se ku jam. Tek e famshmja Sagrada Familia. Jemi në Barcelonë, njerëz, jemi në Barcelonë. Një vend që ishte prej kaq kohësh në listën time të udhëtimeve dhe më në fund ëndra u bë realitet. Unë erdha, ky është udhëtimi që familja ime më dhuroi për ditëlindjen, edhe pse po e bëjmë pak me vonesë. O shpirt! O, të keqe mama, ty shikoni pak krenë këtu. Po më fotorezi. Normalisht i udhëtimi i takonte që të bëj pikërisht në ditën e ditëlindjes time, por kështu ndodh kur je në punë, duhet të përshtatesh pak me datat dhe oraret e punës, nuk kemi ç'bëj. Por si ka që më në fund udhëtimi u realizua. Pak ne kemi ardhur që dije, por unë vendosa që mos ta hap kamerën që dije dhe ta merrja pak me Terezi, sepse normalisht kur je edhe me fëmijë të vogël duhet me patjetër që ta marrësh me Terezi. Shqyr zotit, të gjitha kanë shkuar perfekt deri tani. Si tek pjesa e udhëtimit, vetëm nisjen e udhëtimit nga shtëpia jon deri tek stacioni i autobusit nuk është se e patëm aq të lehtë, sepse nuk e keni ide se çfarë bore kemi lënë në Frankfurt. Nuk ishte rënë kurrë në 4 vite aq shumë bor. Sara pikërisht atë ditë dhe nuk ishte as autobusa, na duhet që të ecnim në këmbë me çanta, me karrocën. Rezi u kput nga krahët, aq shumë ka ecur edhe ka shtyr atë karrocën një 20 minuta derisa shkon te stacioni i trenit. Po fatmirësisht i kapëm të gjitha në kohë, erdhëm si zotërinj. Dje morëm kohën tonë që të qetësoheshim. Pam disi qytetin, hëngrëm nga një paella më në fund, sepse kisha kaq kohë që e shikoja në internet edhe me si po prisja që ta haja. Rezi po më foto shpresoj të ketë bërë një foto të bukur që ta publikoj në Instagram dhe të shikoni këto prapaskenat. Mua me kamerën në dorë. Dhe kështu, dje nuk është se bëm ndonjë gjë siç po thoja, por u qetësuam, fjetëm që në orën 10 edhe imi zgjuar unë sot u zgjova në 7:30. Rezi me krenë pak më vonë, po unë mora kohën time që të lyesha dhe të ngjyesha dhe të bëhesha pak kështu, si zonjë. Tani erdhëm këtu te Sagrada Familia, është me vërtet madhështore, shumë e madhe, shumë e bukur. Nuk jam e sigurt nëse do futemi brenda apo jo. E mira do ishte të futeshim ta shikonim, po duke qenë se tani është pak vonë, ka shkuar ora 1:11 diçka e tillë. Se e morëm me Terezi. Nuk jam shumë e sigurt nëse duam që të futemi apo jo, sepse më shumë se do na haj shumë kohë, kaq e madhe sa është. Pam edhe biletat online, ishin 26 euro. Okej, nuk ishte se ishte në një shifër e çmendur, se po i shikoja dje dhe thoshte që ishte nga 40 euro dhe thash okej, se do paguajmë 80 euro vetëm për Sagradën. Po kur pash që ishin 26 euro, okej, thash çik më ndryshe situata. Por gjithsesi nuk e di nëse do futemi apo jo, do ta vendosim tani. Krena është e fokusuar te ato fluska që po bën ky xhaxhi këtu. Dhe nuk e din se sa kollaj do jetë që ta heqim, por të shohim. Gjithsesi unë do t'ju marr me vete si gjithmonë në këtë udhëtim dhe jam shumë e lumtur që nisa këtë vlogun në Barcelona. Hola muchachito, hola ¿qué tal? Muchacho. Hola, amigas, ¿cómo estás? Ky është dhuruesi i udhëtimit për ditëlindje. O shpirt. Tu lumbace më jeta ime të lumbace. Do flasësh pak spanjisht, se nxora fare. Buenos días, mis amigos. Po, e kam mësuar një dy llafe. Që thoni ju që kur kam zbritur nga aeroporti edhe derisa shkuam tek hoteli, kur shikoja ato ndërtesat nga xhami i autobusit, më jepte një ndjesi aq të mirë, ndihesha që isha në Spanjë. Po të ishte edhe pak diell, mendoj që do ishte përmbushur tamam eksperienca jon spanjolle, por është pak e re, me thënë drejtë, shpresoj që mos ta bjerë shi. Po edhe po na rashin, nuk kemi ç'bëjmë, s'do merremi me punë e Zotit. Edhe me vërtet që të jep një ndjesi shumë të mirë kjo Spanja, Barcelona, saktësisht ku jemi, se nuk e di nëse është tamam i gjithë Spanja kështu. Po deri tani me vërtet që më ka dhënë një vibe shumë të mirë edhe pozitiv. Të shohim tani në vazhdim se ç'do ndodhi. Pasim për leshje që pata me krenën, patjetër që doli e fituar krena, se kush do dilte, unë do dilja. Doja që ta merrim bënim foto. Ajo nuk donte që të ikte nga fluskat e saj. Për vete jam veshur me pantallona të bardha, shikoni pak se si bëra, pasi i pastrova. Shikoni pak se sa bukur i bëra. Mirë këtë, po kisha këtë mikrofonin këtu. Ky është me magnet normalisht, me ra magneti, ra dhe mikrofoni, mall që e pash që tani, kishte rënë aty në tokë. Tani nuk po gjej dot magnetin dhe mora magnetin e mikrofonit tjetër. Foto nuk e bëm, shiu filloi, magnetin e humba, xhinset i bëra pis. Bukur është që këto xhinset i kam menduar edhe me një outfit tjetër, me një bluzë tjetër domethënë, edhe nuk e di se ku më çon mendja. Me fëmijë, me pantallona të bardha, mendon 2 outfite tjetra, kuptoni? Se unë vërtet kam mbaruar për arkeologji dhe trashëgimi kulturore, po vallai asnjë gjë nuk mbaj mend nga universiteti. Kështu që u detyrova pyeta çik ChatGPT sepse isha shumë kurioze që pse kjo Sagrada Familia kur e shoftën për foto është gjithmonë në ndërtim e sipër. Dhe po ishte vërtet që Sagrada Familia ende nuk ka përfunduar edhe pse ka shumë vite që është dizenjuar nga Gaudi. Por kur ka vdekur ai ishte ndërtuar vetëm 25% dhe sot e kësaj dite Sagrada Familia ende nuk është përfunduar. Arsye pse nuk e kishin përfunduar akoma është sepse ka një dizajn shumë kompleks dhe kjo shihet edhe me sy të lirë që ka me vërtet një dizajn shumë unik. Nuk e shikon shumë nëpër ndërtesa të tjera. Se shikojnë të gjithë. Po më shohin të gjithë. Desh po jap lajmet, këtë nuk më bëjnë gjë. Po punojmë për televizionin.
Ja, sa është i vërtet këtë televizioni. Çfarë po thoya tjetër? Ashtu një tjetër arsye sepse financohet vetëm nga donacione. Pra nuk ka një buxhet tamam vetëm për Sagradën, për të ndërtuar Sagradën. Dhe jo luftra civile që ka ndodhur në Spanjë, të tjera, por ajo që më bëri tjetër përshtypje është sepse emrin e Gaudit tu në Barcelonë kam vënë re që e shkruajnë pothuajse kudo dhe jo pa të drejtë. Kishte ndërtuar 17 vepra ku 7 prej tyre ishin pjesë e UNESCO-s. Dhe unë shpresoj shumë që disa prej tyre t'i vizitojmë sepse janë tu në Barcelonë. Do janë me vërtet shumë të famshme në Barcelonë dhe me vërtet shpresoj shumë që këto ditë të kemi mundësi edhe ne që t'i vizitojmë. Krenën më në fund e futëm në karrocë dhe do shohim se ç'do bëjmë edhe çfarë planesh do kemi. Shkoj ora 12 dhe ne tani u nisëm për të parë ndonjë gjë tjetër përveç Sagradës. Bëm disa foto jashtëzakonisht shumë të bukura atje. Normalisht me këta fotografët e rrugës, i cili më tha mua 5 euro kushton, tha. Dhe unë bëj paketa me 6 foto, tha. I kështu tha tekstualisht. Dhe po bënte foto, ti bëri shumë të bukura, bëri gjithë ato shkrepje. E thashun ç'ne borri ky për 5 euro, ka ish gjatë me ne. Jo po na tregonte, po na thoshte që shkonin në qendër sepse atje është më bukur dhe kemi shumë atraksione turistike. Po na paralajmëronte që të kemi shumë kujdes me pickpocket, me këta që vjedhin rrugëve. Gjëra të tilla domethënë, po merrem me ne ky sigur do merrte 500 euro, sigur do merrte 5 euro. E pjesë në fundun atë, sa lek kushtojnë tani të gjitha? 30 euro, tha. Si më 30, thashë, atë 5 euro për foto, tha. Ndërkohë që mua Rezi më tha që nuk ka mundësi që të jetë 5 euro. Gjitha këto foto që po bën ky, kështu që pyet e mirë. A po, na tha dhe këtë që nga jeni ju, nga Shqipëria, i them ne. Tha, tha përpara disa ditësh i bëra foto Gjensiles, tha, me fëmijët e saj. Dhe besoj që e kishte për Gjensila mirë të saj, patjetër. Nuk pyetej më nga e ka marrë vesh ai që ka qenë e famshme që u detyrua na e tha ne. Dinda që është e famshme Gjensila. Po e ka marrë dispozicion. Ndoshta, i bëra foto, tha, fëmijëve të Gjensiles dhe Gjensiles. Se si fotot na i bëri shumë të bukura, më pëlqyen shumë. Më tha i bakshishta se fotot i ka bërë shumë të bukura. Okej, ta se di apo. Sa kushton re? Tregoj vlerën, hey. Thash nuk dëgjoj në ky vesh, tash më kalon na veshit tjetër. Kalon ky veshit tjetër është gruaja këtej. Edhe u fjalos me gruan time, kapi gruaja na flokët, këto ishin. Ishin detaj të nevojshme, mos i tregoj të gjitha. Rëndësi ka që foto na dolën me vërtet shumë bukur. Tani po ikim drejt Zarës, se jam fiksuar të shoh një herë tek Zara më e madhe në Barcelonë, që thon të gjithë që i ka shumë lirë. Dyshoj që mund të ketë shumë lirë, po nejse. Unë kam thënë që nuk jam se jam në një qefli e madhe rrobash pa hajt, me që do shkojmë tek Zara më e madhe në Barcelonë. Kam përshtypjen që nuk është vetëm në Barcelonë, ndoshta është në Europë ose kudo, nuk e di. Nuk jam shumë mirë informuar për këtë informacion, por nëse e dini ju, ma thoni ju. Po ikim në këmbë se na la treni. Po ikim në këmbë se na iku autobusi. E lam ne apo na la ai? Lam ne. E lam ne. Na iku autobusi edhe i binte të prisim 22 minuta plus 11 minuta që ishte rruga, ndërkohë që në këmbë ishte 20 e ca minuta se mbaj mirë mat. Po di që jemi akoma duke ikur dhe mua më lodh dora tani nga kamera që po e mbaj. Tani shpresoj që të gjejmë përveç Zarës, të gjejmë edhe ndonjë gjë tjetër, mos jenë shumë larg nga njëra tjetra se na shkon vetëm rrugë pastaj. Si me autobus dhe si me këmbë. Që ka shumë qytet i madh. Çfarë kuptimi që ishte më i vogël. Po, është goxha e madhe, ka me të vërtet shumë gjëra që mund të shohësh. Ndërkohë që ne kemi parë vetëm Sagradën deri. Kemi një ditë e gjysmë vetëm Sagradën. Dhe kemi ngrënë 2 ofte bukë. Po tani do të ulem patjetër për ngrënë, se ka shkuar ora 12 e ca dhe thjesht kemi ngrënë ca butallishe që i morëm në hotel, edhe kaq, nuk është se kemi ngrënë gjë tjetër. Duhet kemi shumë kujdes këtu me këto kamera që mbajmë kështu, ma vëlla, se na i kanë futur atë frikën në palc. Jo po, keni kujdes, jo po kështu, jo po ashtu. Në fakt Rezi i dyshoi një dy djem të rinj atje që tha, shikoj se këta po shohin gjithë telefonat e njerëzve. Pastaj iku. Shpëtuam paq këtë herë. Shpresoj të shpëtojmë paq deri te njëjtë që do ikim. Neve ulëm për të ngrënë se Zara pret, po stomaku nuk pret. Krena donte ushqim, nuk është se hëngri shumë me thënë drejtën, nuk është se ka ngrënë shumë, ka ngrënë thjesht bukë thatë këto ditë, nuk e di se çka ka gjetur. Nëse do t'i rikthehet sërish turia, jam e sigurt. Ka ngrënë bukë, unë bëra edhe një video në TikTok për review të këtij restoranti, ju ftoj që të shkoni ta shikoni, besoj që do ta kem hedhur kur të kem publikuar këtë vlogun, shpresoj. Ushqimi ishte me vërtet shumë i mirë dhe na ka shijuar shumë. Se dhe faktin që ishim shumë të uritur, por ishte me vërtet një ushqim i mirë. Tani do ngrihemi dhe do vërdallisemi pak se mesa pash këtu vërdallishin të gjitha
gjëra që donim të shikoni pak a shumë, pak në për sot. Keni hajde mami këtë? Keni si ka vajtë orë i gjumi tani, po bërtet në për lokal. Nuk e keni ide se sa njerëz që ka, është 2 kate edhe është full me njerëz. Ne po presë rezin se ata kanë hipur nga ascensori me karrocën, po nuk e di pse po vonojnë, ndoshta ka radhë me njerëz edhe atje. Ndërkohë mua më kanë vrarë kputucët njerëz, që kanë kputuc të reja dhe nuk mundesha të merrja dot kputuc të tjera me vete, asnjë paltaka që doja të merrja se mora dot se s'kisha vend normale. Edhe më kanë vrarë këmbët dhe nuk e di se si do vazhdoj të eci tani. Po e mira do ishte të shikoja të blija ndonjë palë atlete të tjera se edhe ato ndoshta do më bëjnë. Po të paktën të alternoja, një herë ndihmte nga një krah, një krah tjetër. Por i kthemi te Zara edhe një herë, ishte një 5 minuta larg, i bie që të kthemi mbrapa. Po nuk ka problem, thjesht do doja shumë që të gjeja ndonjë palë atlete të reja atje. Prapë s'do kem se si ti marsin, s'do kem vend valizhe, po ja do shohim çfarë bën. Halle kjo dynja i thon kësaj pune. Ndërkohë nuk jam shumë e sigurt që ajo është Zara që unë po kërkoja dhe kisha parë në internet apo jo. Po më duhet që të pres Rezi, se Rezi shkoi u kthye mbrapa pak tek lokali se kisha harruar diçka. Edhe afër madje ishte edhe HM-ja. Shkojmë qofim mirë edhe te HM-ja edhe tek Zara. Këtë do vërtalisemi këtu në qytet se më sa duket pas ka gjëra të lezetshme, të bëjmë një foto, një video, ti kemi kujtim. Se prandaj vim neve për të bërë foto, për të bërë video. Në fakt duhem bërë foto dhe video, sepse kur i shikojmë pas disa kohësh, unë kënaqem edhe më duket sikur e rijetoj edhe një herë këtë udhëtimin kur shoh foto dhe video. Më para, me thënë drejtën, s'ka pasur fare nerva edhe më vjen shumë inat me vete që kam bërë udhëtime të tjera. Dhe kam ndonjë foto kështu tek tuk, jo ndonjë selfie, jo ndonjë gjë të vogël, po jo foto tamam. Sa që kur ka filluar edhe me rrjetet sociale, ka filluar që bëj edhe foto tamam, kështu që ja di përnder rrjeteve sociale këtë gjë që më krijojnë mua kujtime kaq të bukura dhe që unë ti ripërjetoj edhe një herë duke parë fotot dhe videot. Edhe këto vlogje që po bëj për shembull, do i shoh pas sa vitesh, do kënaqem dhe do i ripërjetoj edhe një herë. Kështu që kush e ka me dy mendje për të hapur këto rrjetet sociale, bëjeni se ka shumë gjëra të mira. Edhe gjërat që ja ka plot, po më shumë janë anë pozitive, kjo ka rëndësi. Në fakt po bëj kohë pa qenë edhe tek Zara në Frankfurt. Nuk e di se sa mund të jenë çmimet pak a shumë. Në një ulje e madhe nuk është se po më duket sikur janë. Okej, ky xhupi për shembull, është një xhup, shikoni. Ky xhupi domethënë i shkurtër nga 50 euro ka shkuar 26 euro. Okej, mund të thua që është një çmim i mirë për një xhup Zara. 50 euro për shembull do ishte shumë, 25 euro mendoj që është mirë. Unë nuk e se do marr, sepse kam mjaftuar shumë xhupa e pallto e gjitha gjëra. Për atlete për kputuc nuk po më pëlqen asnjë nga ato që po shoh. Nuk është se janë dash shtrenjtë, 25 euro, 30 euro mund t'i qesh, po nuk është se po më pëlqen ndonjë. Pas ka një seksion me 50% ulje, ti shohim pak. Doni pak këto pantallona tani. Kush mund i vesh këto pantallona me këto këtejna mbrapa? Kjo është arsye pse janë me 50% ulje. Me që nuk ka qenë 50 euro këto. 40 e kam për 50, 60, normale kush i blen këto? Ja, me temina këtu, me xhingarima. Okej, kuptoj arsyeën se që janë me 50% ulje. E meritojnë të jenë me 50 edhe më shumë. Mund të japin falas edhe s'do ua marrë njëri. Po na shkurtra të bardha, të lezetshme. Shumë të mëdha që i kanë, do të janë L ose XL. Këto për shembull pas kanë qenë 22 euro, janë bërë minus 60% ose nuk e di si funksionoi këto. Ndoshta pas uljes është 22 euro, nuk e di. Nëse, ky xhupi për shembull është shumë i lezetshëm, edhe shumë material i plot, 60 euro. Po, më që pak e mbaruar punë. Unë dua të them që dua të bëjmë aq e pasur në jetë, saqë ky tyli këtu që kushton 50 euro, tani është bërë me ulje 70%, s'mund duket kaq e shtrenjtë. Nuk e di, do doja të bëhesh aq e pasur në jetë. 50 euro kjo? Problem për 50 euro kemi? Jo, ne kemi problem për 40, pa 50. Një gjë është e sigurt që kjo Zara nuk është ajo që kam parë në TikTok, sepse ajo është shumë e madhe. Kjo mund të jetë e madhe, po. Edhe aq, po sa e bukur erdhëm te kjo seksioni i fëmijëve. Sa e bukur. Shkojmë çik sa kushton. 17 euro, ta marrim. Shumë e bukur. 17. Unë them që thon 17, po këtu për 5 cent është 18 euro. Shumë e bukur qanga. E ka pëlqyer Rezi. Po ja të shohim në një tjetër. Sa të bukur që i ka për fëmijë. Ja edhe ky fustani kështu. Kjo bluzë më pëlqeu shumë. 16 euro. Nuk e di pse po fëmijët që vishin si të rritur janë me këtë çaketën për shembull, më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, edhe pse i bie që ti rrisësh më shumë se ç'duhet përpara kohë. Kushton 26 euro. Ja, vlen 26 euro për fëmijë. Që do veç vetëm 2 herë maksimumi. Këto që thashun kushton 18 euro kjo, kushton kjo 18 euro dhe kjo 18 euro të tjera, kështu që mirëpafshim. Kjo bluzja këtu kam parë që ka edhe për goca të rritura dhe më pëlqen shumë edhe për vete që të merrja një si kjo. Kjo tani thot 18 euro, është edhe me këto 50, 30, 40, ku di unë. Nuk e di se sa mund të jetë, do ta shikoj te kasa, po që dua t'ja marrë një si kjo. Pëlqen? Kjo është për 1 vjeç e gjys.
duhet pak më e madhe. Shpresojmë të jetë më pak se 18 euro, po edhe po ishte më shumë. Do ta marrim ta ketë kujtim nga Spanja. Gjemi për 2 vjeç. I ka shumë të bukur Zara për fëmijë, i ka shumë stil i veçantë. Nuk mund të them që si ka, po më duken shumë shtrenjtë. Mua më duken shumë shtrenjtë fakta për rroba fëmijësh që janë, që e di shumë mirë që krena i vesh shumë pak edhe i hedh, kështu që zgjedh të marr pak më të lirë. Edhe normalisht mundojmë që të zgjedh materialin më të mirë, po edhe të lirë. Kështu që tani shohim se sa do kushtoj ajo bluzja. Shpresoj që jo 18 euro. S'kam kartën. Telefonin 8 euro ishte, afërsisht 9 euro. Okej, ja bëjmë halal, aq, nuk ka problem. I gjetëm edhe këtë çupin që më pëlqeu shumë. Kushton 23 euro, kjo nuk është me ulje. Ja marr pak të madh se nuk është se kishte, me thënë drejtën, kishte vetëm 3 vjeç, 1 vjeç e gjys, 4 edhe lart. Ne morëm për 3 vjeç si prindrit tan, ta ketë edhe për mua. Ky vendi këtu është i mbushur plot me pëllumba. Krena u kënaq fare duke ndjekur çdo pëllumb të mundshëm. Thjesht imagjinoj se si mund kishte qenë nëse do ishte edhe koha pak më e bukur. Kemi mësuar në fakt me këtë kohë ngri, po nëse do kishte diell, jam shumë e sigurt që do na gëzonte akoma dhe më shumë. Nisë për të Zara më e madhe, ne po përfundon të Primarku më i madh që shikon njeriu. Nuk keni ide se sa i madh që ishte nga ky Primarku. Me atë të Frankfurtit njëherë nuk ka lidhje fare. Në fakt mua më erdhi ideja që të marrja në një palë shapka nga ato të mbuluara, se më vërtet nuk po mundem dot më. Edhe e di që nuk dëshiroj dot më gjë nëse vazhdoj kështu. Kështu që më mirë të marr një palë jo atlete prap, se sigurisht që atlete prap do më dhëmbe. Shpresoj shumë që të gjej këtu. Po nuk gjeta, zoti qoftë me mua. Mora një palë Birkenstock origjinale. Origjinale të Primarku. Nuk më intereson fare që janë të hapura, po fare, po ju them, jo të dukem si të çmendur, po të kaluar të çmendurës, le të më mbyllin aty te pesa në Barcelonë. Ka këtu pesë në Barcelonë. Nuk mundem dot më njerëz. Mos bëni kur gabimin që të vini në një udhëtim që duhet të ecni këmbë me një palë atlete të reja, po unë nuk isha kohë ku ti provoja pak me këmbën time, kështu që do ecë me shapka. Me këto. Po bie shi. Nuk mundem, nuk gjeta dot asnjë model tjetër përshtatshëm. Atlete nuk ka shanse, më Rezi më tha që nuk palë atlete, po nuk ka shanse më të marr atlete tani. Shqyr që i gjeta edhe këto, edhe 10% bateri kam te kamera. Po presim ashensorin që t'ikim lart të marr edhe një pref se thonë që të prestojnë te këmbës, se i kam me xhel. Jam shumë e sigurt që ato ma kanë përkeqësuar akoma. Të më janë rritur pak edhe thonë te këmbës, se keni idenë se sa njerëz që ka. Asnjëherë nuk kam për të kuptuar njerëzit që nuk janë as në moshë të madhe, nuk janë as shtatzan, as të moshuar, as me karrocë me fëmijë dhe zgjedhin ashensorin ndërkohë që ka shkallë elektrike. Okej, ky është 4 kate, Primark, imagjino se sa shumë i madh që është. Ku është? Jo, nuk më duhet asnjë furça, më hajde. Furçat më ndonë tani. Që po thoja unë jam pa ashensor, ai, çej, po. Hola. Está prohibido. Se na shkëputi linjën ai xhaxhi që sonte ti bënim reklam Primarkut pa lek neve. E donte me lek. Edhe që po thoja unë edhe kur jam pa krenë, pa karrocë. Edhe pse jam mësuar që jam gjithmonë me karrocë, edhe marr ashensorin dhe këto gjërat e tjera, kur jam vetëm pa karrocë, pa me krenën në këmbë, nuk e marr asnjëherë sepse them, pse ti prish punë për shembull një gruaje që është tatzane dhe nuk e cëndot nga shkallët. Edhe ti se kod vendin te ashensori, po me sa duket që nga ndëshit kështu. Që se si unë tashmë jam me shapka, do t'ua tregoj pak se sa bukur që po dukem nëpër rrugët e Barcelonës. Ja, kështu dukem, tamam sigur kam nga çmendina, ndërkohë këtu jam bër kërm, e kaluar kërmës domethënë. Kërmë, për ata që janë nga jugu, është domethënë kur bësh shumë pis. Do ikim do qim në një për të ngrënë në një ëmbëlsirë, se nuk kam ngrënë ëmbëlsirë njerëz, po mbyllet dita. Një ditë gjysmë dhe nuk kam ngrënë akoma asnjë ëmbëlsirë. Ndërkohë që pastiqerit këtu të bie syri dhe nepsi dhe të gjitha, nuk e keni idenë, edhe pastiqeria më e lodhur në Barcelonë duket sikur ka super ëmbëlsira dhe unë ende nuk e kam provuar. Ndërkohë kamera ime ka edhe 5% të fundit, duhet karikoj edhe kamera. Kështu është kur nuk merr bateri ekstra. Kështu që do gjejmë kafe dhe do ulemi tani se s'kemi më takat. Mbaruam ëmbëlsirën, mund të kisha zgjedhur më mirë tek ëmbëlsira, me që prita ka gjatë. Ha, mbaje ti. Ishte shumë e qartë krena. Nuk është se më pëlqeu shumë, më shumë më pëlqeu e krenës. Ndoshta kisha pritshmëri tjetër duke qenë se këtë lloj ëmbëlsire e provova një herë në Francë dhe në Francë ishte fantastike, ndërsa këtu nuk më pëlqeu dhe aq shumë. Rezit i pëlqeu ajo që mori, mua jo dhe aq shumë. Krenës e thau fare, edhe unë e thava, nuk është se hëngra, po prisja dhe më mirë, me thënë drejtën. Çmimet nuk i pash se sa ishin fiks, po diçka shkuan të
që ta 21 euro. Tani themi që të lëvizim duke qenë se ka shkuar goxha vonë 4:20, jashtë po fillon avash të errësohet. Kamera u karikua edhe pse ndojmë shumë pak 70%, më besoj se është mjaftueshëm. Do ikim tek parku i Citadelës. Unë mbaj që kam lexuar një libër me Citadelën, diçka e tillë, nuk e mbaj mend fare përmbajtjen tani, po di që mbaronte libri me këtë dhe mori reja formën e një citadele. Tash se ç'është citadela, e dim akoma. Ç'është citadela? Parku i Citadelës do shkojmë tani. Na e tregoni juve që jetoni në Barcelonë, çfarë është citadela? Unë di që kam lexuar atë librin edhe mbaj mend këtë fragmentin. Ishte fjalia e fundit e librit. Edhe libri e kishte titullin Citadela. Se kush e kishte shkruar nuk e di. Kështu tani do ngrihemi shpejt se vajti vonë. Që sa po pat në video e kisha fjalën kur thosha që gjitha pasqyret duket u kanë ëmbëlsirat më të mira në botë. Ajo që zgjodha nuk ishte gjëja më e mirë që zgjodha këtu në Barcelonë, por gjithsesi e rregulluam dorën dhe mora churros me Nutella. Tani mezi po pres që ti provojmë, ai më tha që do s'ja 5 minuta, ndërkohë Krena me Rezin kanë ikur, sepse Krena nuk ka fitur fare në drek dhe ju mama që keni beba më kuptoni se ç'do më thon ana shkaloi fëmia gjumin e drekës, më kuptoni, besoj jam shumë e sigurt. Po gjatë ditës kanë ndajur mirë, mos të qajmë kot. Ka parë edhe telefon, ne kemi lejuar ne gjithmonë në prodhim lejojmë sepse ruajmë shëndetin ton mendor mbi të gjitha. Kur shkojmë në shtëpi pastaj është tjetër që kemi rutina të tjera. E rëndësishme është që nuk është e fiksuar aq shumë pas telefonit që të fillojë të qajë edhe të agravohet në momentin që ja heq telefonin. Ja heqim telefonin, ne themi tani do shikojmë rrugën. Shikon rrugën, është kënaqur, më thot nuk dua të ikë te shtëpia, nuk e di se çka ka gjetur me shtëpinë tonë që nuk do që të shkojmë. A herë që shkojmë diku thot jo te shtëpia, jo i them, jo te shtëpia, aq të thau, edhe 2 ditë jo te shtëpia. Shikoni pak, ju lutem shumë tani. Janë të ngrohta sapo ka dalë nga furra, nuk sa ka skuqur çka ka bërë ai atje. Po e dini kush është lajmi i keq, më mori Rezin telefon dhe tha, "Lëri ato edhe hajde tek një dyqan tjetër që jam këtu, tha se sigurt që do të pëlqejnë këto gjërat." Po sapo i kisha marr, sapo i kisha bler këto. Po bëj prisja të bëheshin. Me sa duket gabova sërish, sepse mund kisha gjetur edhe më mirë. Me që u zgënjeva nga ajo para, thash ta marr shpejt të tjetrën. Ne mezi po pres të ha këto, po do të Rezin një herë. Ua, sa të mira që duken. Ua, me lotus, atje ka crumble cookies me lotus. Ma shpirt. Është mirë? Perfekte. Unë nuk e ngrën të dyqani këtyre. Bendis. Shumë e mirë. Churros i veti ngrohtë, Nutella nga sipër, ideale, po ju them ideale. Shikoni pak tani këtë Nutella në fundër, zoti i madh, shikoni pa. Nuk dua më të ha gjëra të ëmbla deri vitin tjetër. U mbusha me sheqer dhe jam shumë e lumtur që trupi im nuk pranon më kaq shumë sheqer, sepse nuk e kam mësuar më me kaq shumë ëmbëlsira. Po nga ana tjetër me vërtet jam full edhe nuk e di, hëngra ato churros atë sigurisht kishte të nesërme. Ne erdhëm këtu te parku i Citadelës, edhe po më pëlqen shumë, do t'ua tregoj edhe juve patjetër me klipe. Rezi po thotë që po shikon papagaj, unë s'po shoh akoma. Papagaj i jeshil, edhe po thotë që i ulen te dora. Po ulet e ti, po qa është turista i për vete? Po do fara e. Shikoni pa, shikoj të tregoj pak. Në të një të fara ideali, po unë më vërtet që kam frikë që të më vite dora. Nuk do heqim frikën këtu tani. S'kam frikë. Le të kush do le të më pranoj me frikrat e mia. And you come here. I'm doing photo like this. Watch. Okay. Like this. Yes. Njeri që s'do të provoj gjëra të reja, unë jam ata që na po më thoshin të lutem merri këto fare, të lutem merri se nuk të bëj asnjë gjë. E di, e kam provuar edhe herë tjera në Milano, kur isha duket diçka tjetër. E mora ato dhe u tremba në atë moment që erdhën aty u tremba, sado që i them mendjes që okay, nuk bëjnë asnjë gjë, po prap kam frikë.
Këto shapa janë 9 ose 10 euro, bën nuk e di tamam se sa. Po janë lekët e shpenzuara më mirë ndonjëherë në jetën time. Nuk e keni idenë se sa më të çlirua këmba. Nuk më intereson fare se si dukem, rëndësi ka që unë po shijoj të paktën vendin ku po shkojmë, se nuk e di, domethënë është sikur që do kishim shkuar në hotel se nuk mundesha dot më. O vafshi në vend të mirë ato lekët inshallah, inshallah. Ndërkohë ora po shkojnë 6 pasdites edhe ende nuk është errësuar. Shumë mirë se na lejon neve që ta shijojmë edhe pak të parkun e Citadelës, po këtu pas ka shumë ndërtime me sa shikoj. Oh, pas ka një shatërvan aty. Hajde shpirt. Po gjithsesi këto xhirat ua dedikoj vetëm këtyre shapkave. Se nuk ma lejon të edukata mua që të kaloja te ajo pasticceria që gjeti rezi edhe mos të blija gjë. Full jam, që nga ato churrosat që parë, po e mora për një rast më të mirë. Mora një cheesecake me pistachio. Citadelën e lam, jam shumë e sigurt që nuk i pam as 20% asaj Citadelës, por u errësua dhe okay, të mjaftohemi me aq, kemi parë mjaftueshëm sot mund të them dhe na shkoi dita goxha mirë deri tani duke 2 herë, ja nuk kemi thënë, sot nuk kemi thënë. Apo u zum. O zum një herë, po. O zum një herë se unë e prisja në një vend, ai ishte në një vend tjetër, ishte futur te Zara, tek ai momenti Zarës u zum. Që ta dini. Kthejeni edhe një herë video tek Zara, shikoni pak se si kam qenë me humorin. Tani po ikim që të ham tacosa. Tacosa i kam gjetur edhe këtë vendin në internet, në TikTok. E këtë herë funksionoi shumë mirë kjo që e kisha shkruar të gjitha vendet për të ngrënë më vete, vendet për vizituar më vete dhe ja, tani për shembull tham do ham darkën, klikova vendet që kisha hequr nga TikToku kryesisht. Edhe nga disa vende që pyeta një shoqe që jeton këtu në Barcelonë, edhe ajo është guida ime personale për momentin. Dhe i pash të gjitha ato që kishim afër dhe tani po shkojmë, nuk është se ishte aq afër, ishte 20 minuta në këmbë. Ecim me Terezi, krena është një qet. Po shikojmë pak edhe këto rrugicat barceloniane, se janë me vërtet shumë të bukura dhe të japin një vibe aq të mirë sa nuk e keni ide. Duket pak si Itali, pak si Spanjë, por të japin një vibe shumë të mirë, kjo është e sigurt. Tani vamos të ham edhe tacos edhe të bëhemi barcelonian tamam, spanjoll. Si to e ky? Edhe ky ka shumë mirë apo. Shikoj që kishte pas. Ta spanjollët shumë mendje pisët janë, kudo që po shikojmë, edhe të dyqanet e ëmbëlsirave çfarë s'po na shikojnë syt me këta spanjollët. Po unë sa herë që futem në përkisha të tilla, jam gjithmonë me gojën hapur. Edhe çuditem gjithmonë më shumë, sepse ka një arkitekturë aq të bukur, edhe kur e mendoj që si mund t'i kem punuar ata në aq perfeksion, edhe ajo akustika e këngëve që ata çojnë të festë të tyre. Ç'është kjo? Wow, gelato, wow, sa e bukur. Ishte një dyqan me akullore, po e kishin ndërtuar sigurisht në hapësirë. Dhe që po thoja kur shikoj kisha të tilla dua që të kuptoj gjithmonë më shumë si kanë ndërtuar këto njerëz. Se akoma më mirë do doja shumë që një ditë Krishtlindje të vija këtu edhe të shikoja se si i bëjnë ato ritualet e tyre. Nuk e di, jam shumë kurioze dhe prandaj jam shumë e lumtur sa herë që vizitoj vende të reja edhe shikoj kultura të reja. Më shikon syri gjëra të tilla, me vërtet që kënaqem jashtëzakonisht shumë. Edhe jam shumë e lumtur që e pash të kishën, ishim thjesht duke kaluar e pam aty që po luteshin njerëzit. Nuk e di lejoj kamera apo jo, po doja t'u tregoja edhe ju. Ishte me vërtet fantastike, nuk e di, më pëlqeu me vërtet shumë edhe më jep një ndjesi shumë pozitive. Nuk ka rëndësi fare feja, çfarë feje kemi, qysh tek, thjesht këto janë art, janë kulturë për mua, nuk ka lidhje feja fare. Ne erdhëm në hotel njerëz, direkt sa erdhëm e futa në dush krenën, bëri dhe rezi dush, bëra edhe unë, sistemuam krenën, që krena mori për kot
keq fare tani nga fundi. Se keni idin se qa spektakli ka bërë. Tani po flas me zot ullë, shpresoj shumë që të dëgjohen. Normal që dëgjojmë se kam mikrofonin, po që prandaj e kam zërin se them që ja ngrihet edhe tani edhe të filloj prap spektaklin këtu. Hapat e telefonit tregojnë që kemi bërë 21.000 hapa. Shëtmershme domethënë. Këmbët e mia nuk po i ndjej më te pjesa lart, se pjesën poshtë e shputa e rregullova, po pjesën lart si do ja bëjmë tani, po besoj që nesër në mëngjes do jem sërish gati për ditën tjetër. Nuk e di se sa gati jam me të drejtën. Sot u kënaqem. Mund të them që ishte një ditë shumë e bukur, nuk pam shumë gjëra, po pam mjaftueshëm. Gjëja më mirë që bëm është ecëm këmbë dhe nuk morëm shumë trena, autobusa, edhe pse neve e prem në fakt biletën, po më mirë që ecëm në këmbë se pam e vërtet shumë, edhe shijuam me të vërtet shumë. Jo bënim muhabet, jo shikonim gjëra të reja, jo i komentonim. I do bëj këto vlogat edhe do i do shtrihem direkt. Ndoshta nuk do flë. Është ora akoma 10 pa qerek. E mira do ishte të fija, po edhe po nuk fjeta, mjafton që jam shtrirë, nuk jam më në ecje. Unë në fakt kam vendosur që këtë vlogun ta ndaj në 2 pjesë, mos të bësh shumë i gjatë edhe i mërsitshëm. Nuk e di tamam se si doni ju vlogje të gjata apo të shkurtë, unë po e provoj një herë që ta ndaj në 2 pjesë. Ja dhe vlogët mbaruan. Unë do t'ju lutesha shumë që të mos përtonit me një subscribe, një comment, një like, një follow do të thonë subscribe, se jam thon nga TikTok, unë s'kam faj. Me të vërtetë që do më ndihmoni shumë që ta arrisim këtë faqe të gjithë bashkë. Kështu që ne do shihemi tek pjesa e dytë, që do të vi shumë shpejt, është e sigurt.